Blerjet përmes internetit po preferohen gjithmonë më shumë nga qytetarët. Drejtori i Postës Shqiptare gjatë analizës së veprimtarisë së këtij institucioni për vitin 2015 deklaroi se blerjet online janë rritur me 27%. Duke pasur një rritje shumë konsiderueshme prej rreth 27% krahasuar me vitin 2014, thënë shifra absolute për gjithë ato që duan të kuptojnë pikërisht impaktin e këtij shërbimi, janë rreth 1.9 milion objekte kolipost apo objekte postare ndërkombëtare të cilat kanë ardhur nga jashtë brenda Shqipërisë, dhe këtu kryesisht bëhet fjalë për qytetarë shqiptarë, klientë të Postës Shqiptare të cilët bëjnë blerje online në shumë platforma si Amazon, eBay e tjerë. Për vitin 2016, kreu i Postës Shqiptare u shpreh se synim mbetet krijimi i Postbankës në mënyrë që të rritet edhe niveli i transaksioneve për qytetarët, duke qenë se zyrat e postës janë të pranishme edhe në zonat më të thella të vendit. Dhe besojmë që kemi një ide të qartë se çfarë pakete dhe çfarë strukture do duhet që kjo Postbank të ishte funksionale. Dhe ne besojmë që brenda këtij viti do kemi mundësinë të paktën të bëjmë propozimin konkret. Gjatë vitit 2015, Posta Shqiptare ka arritur të arkëtojë rreth 125 milion lek, më shumë se plani. Aktualisht, Posta ofron 80 shërbime në 550 zyra postare, të cilat janë të shpërndara në të gjithë vendin.